Yll jep ti. Përshëndetje, unë jam Redon Meta. Ja, po shkojmë një djalë. Ja, si ky djalë ndoshta do ta doje ti, apo jo? 5.000 lekë të reja dhe 100 sekonda në shtart. Kjo është loja ime. Ja ta shohim, nëse vrapon, ta kontaktojmë. Ja ta shohim. Ky të pëlqen ky? Po ta shikoj si do me vrap se kështu. Ja. Deri tani i kujdesshëm më duke. Po i vendos një nga një. Ka marrë 3, 4 elektroshtëpiake. Ja do marri dhe televizorin, i bëri 5, bravo djali. Dhe tani, po mirë po vrapon, mirë, deri tani ka bërë 814.000 lekë të vjetra, po të flas me lekë të vjetra se ne... Dhe pak, shpejt, ja. Po vrapon, mirë është, mirë. Ja po shkon që të marri të gjitha këto detergjentët për të larë. I mbushi, oh, marshallah. Lore më se vajti gati në 1 milion lekë. Ja. Wow, aja shumë e ka, mbushi ka, bravo. Lore, marshallah, i mbushi. Po ky që ka yll. Marshallah. Bravo, po. Biles bën edhe rëmuj. I hodhi, ja. E mbushi. E, po ky që ka i papar. Gjysmat brënda, gjysmat jashtë. Ska gjë, fantastike, do e marim numrin Olës. Olës do e marim numrin e këtit, që ta marrësh se ka bërë, shkoj në gati, po shkoj në 1,5 milion lekë me kupton apo jo që është këtë djalë? Po na mori shpitor e po. Vetëm se kam një pyetje për ty, do t'i doje ti ka shumë detergjent për 6 vjet? Ja. E pra. Ardit, dhe gja. Më duket se do t'i shesi këtë. Ja, unë nuk du përshqitë, unë i marë, po ja u fa njërës me unë. Okej, ja ku jemi. Bravo, mbi 1.800 euro. I papar. Dhe duke mbledhur dhe me 250.000 lekë të vjetër, shkon gati 2 milion lekë. E dashur, kur të marri Ola në telefon, bisedoni qofse do këtë djalin apo jo. Në qofse Ola ka ndonjë shok, ta pysim, ta shohim. Ola po busqesh, ndoshta ka një shok. Mirë, të përqafoj fort. Miru pafshim. Të përqafoj ty dhe të gjithë stafi. Edhe unë. Miru pafshim dhe gjithë të mira.